Mirëmbrëma të gjithëve. Politika në vendin tonë vazhdo të jetë intensive. Intensive ka qenë dhe javën që kaloi, por edhe ditën e parë të kësaj jave, ku nis me tensione në seancën parlamentare. Javën e kaluar ne patëm 3 mesazhe krejt të ndryshme, madje kontradiktore dhe që janë komentuar në mënyrat nga më të çuditshme nga të dyja krahët e politikës shqiptare. Pra patëm 3 mesazhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mesazhi i parë ishte ai i anulimit të vizave të emigrimit për shtetasit shqiptar. Mesazhi i dytë ishte një letër, kur ndërkohë që gjithë opozita shqiptare thoshte se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke e izoluar Ramën dhe qeverinë e tij, kemi një letër që me pompë të jashtëzakonshme është bërë publike në opinionin shqiptar, në të cilën presidenti Trump ftonte kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për të dhënë kontributin e tij në një bord për paqen në Gaza, duke e konsideruar si një themelues të këtij institucioni që është projektuar nga diplomacia amerikane. Ndërkohë, kemi një mesazh tjetër, e ngarkuara me punë. Shefja e aktuale e ambasadës amerikane, në një takim me drejtuesit e SPAK-ut, ka përsëritur kërkesën, këmbguljen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të luftuar kartelet e drogës. Për këtë do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për atë çka po ndodh në parlament, i cili rinisi sot punimet sërish me një kaos. Me një kaos në një seancë që nuk ka zgjatur më shumë se rreth 30 minuta, ku patëm kërkesën e opozitës për të kaluar menjëherë në shqyrtim dokumentin e paraqitur nga SPAK-u, sipas cilit kërkohet imuniteti i zëvendës kryeministres numres 2 të qeverisë, zonjës Belinda Balluku. Do të flasim çfarë ndodh me SPAK-un, cilat janë raportet e tij me drejtsinë dhe apo bëhet do të mburrojë kjo qeveri, e cila thotë se ishte ajo që nuk do të ishte zyrë avokatie për ata që shkojnë në dyert e drejtësisë, apo kemi një ndryshim qëndrimi në rastin e zonjës Balluku. Për këtë do të flasim në pjesën e dytë. Por më lejoni të paraqes panelin që kam sot me 4 të ftuar në studio, gazetarin analistin e njohur Poli Hoxha, i Alfa Press.al, 3 juristë në studio, Indrit Sefa, Redi Ramaj dhe Leonard Karaj. Mirëmbrëma. Ndërkohë, përmes Skype-it është një tjetër jurist i njohur, është zoti Kreshnik Spahiu. Kreshnik, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit. Si e komenton vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit që pezullon vizat e emigrimit për shqiptarët? Kemi është një çështje teknike, apo është një fillimi i izolimi të kësaj qeverie nga diplomacia amerikane? Është vigjilja e një diskursi jashtëzakonisht negativ, i cili uroj që mos pasohet më pas me fitoren e forcave aleate të Trumpit në Europë. I kujtoj të gjithë shqiptarëve që kanë të drejtë vote në Bashkimin Evropian, kudo që ndodhen, në Francë, në Gjermani, në Austri dhe kudo tjetër, që nëse mbështesin forca politike si ajo e Donald Trumpit, duhet kenë parasysh se do të shoqërohen me konsekuenca njësoj si regjimi i Donald Trumpit. Me një vendim i cili është jo vetëm antiligjor, por edhe çnjerëzor. Pse e them këtë? Që nga krijimi i marrëdhënieve të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka ekzistuar një vendim i tillë. Nuk mundet të ndalosh bashkëshortin të bashkohet me bashkëshorten, nuk mund të ndalosh nënën të bashkohet me fëmijët e tij, të mitur, nuk mund të lejosh të ndalosh brenda një familje dhe të futesh në fuqi një ligj me fuqi prapavepruese. Kur i ke dhënë statusin disa individëve me komësi të ndryshme në atë shtet, i ke njohur në bazë një legjislacioni ku mund të kenë bashkim familjar. I kujtoj dhe njëherë shqiptarëve që kanë votuar Donald Trumpin. Shtokt nga politika
e re e emigracionit të Donald Trumpit, qindra dhe mijëra shqiptar janë në ilegalitet, të cilët kishin 10 apo 20 vjet në procedurë për të pritur green cardin brenda SBA-s dhe sot përndiqen nga policia atje. Dhe shteti shqiptar nuk reagon. Shteti shqiptar duhet paraqisë një notë proteste kundër vendimit i cili absolutisht është një përndjekje. Domethënë, çdo i huaj sot nuk mund të bashkohet me një politik aq anti-njerëzore dhe anti-emigracion. Të vriten emigrantët rrugëve, të përndiqen, të shkohet pa vendime gjykate në shtëpi, është e papranueshme. Kushdo që të jetë, Donald Trumpin e kemi mbështetur kur është për të mbështetur në vendimet politike, por nuk mund të pajtohemi kur ka një vendim anti-shqiptar. Dhe nuk është justifikueshëm ai arsyetimi që një pjesë e shqiptarëve marrin asistencë, sepse lista e asistencës sociale nuk përputhet 100% me listën e vendeve të cilat janë bllokuar vizat. Dhe shqiptarët kishin nevojë për një shpjegim. Shqiptarët konsiderojnë veten që janë populli më aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë. Ky është ndëshkim për shqiptarët apo ndëshkim për qeverinë shqiptare? Po për shqiptarët, kjo është non grata për shqiptarët të cilët duan të jetojnë dhe të punojnë dhe të bashkohen me familjet e tyre në Amerikë. Ç'lidhje ka me qeverinë kjo? Vetëm me qeverinë s'ka. Qeverisë po i jep vizë, po e fut në borde. Kjo ka vetëm me popullin, s'ka fare të bëjë me. Dhe mendoj që është një vendim i pamenduar. Okej, mos i përsërisim kësaj, po të bëjmë një ndërhyrje të shkurtër. Të lutem, bëjmë një ndërhyrje të shkurtër. Thua doni është një vendim anti-shqiptar. Por në ndërkohë ka dy momente. Momenti i parë është që është politika këmbgulse e kësaj administrate amerikane që kërkon që emigrantët mos jenë barë për buxhetin amerikan. Dhe këtë e ka bërë për një seri vëndesh. E ka bërë për vënde të botës së tretë. Ku në qytemi dhe ne shqiptarët, më falë të ambarëm, kemi dhe një moment tjetër që të krahasuar me atë të administratës së mëparshme. Në kohën kur marrëdhëniet shqiptaro-serbe ishin teje të tensionuara, le të themi deri para një viti, ashtu vazhdojnë të jenë akoma, po deri para një viti, presioni bëhej mbi qeverinë e Prishtinës, mbi qeverinë e Kosovës. Ndërkohë që me Beogradin kërkohej domun që të bëhej një marrëveshje në çfarë do lloj rrethane të mundshme dhe në kurisë të shqiptarëve. Dhe kemi në ndërkohë, domethënë që mediat e Beogradit bëjnë të ditur që në pranverë administrata Trump do t'i kërkojë Serbisë që të njohi Kosovën. Ndërkohë që administrata e mëparshme, ku më përshtypje bënte ambasadori Christopher Hill, një nga yjet e diplomacisë administratës demokrate, i cili thoshte edhe në intervista këtu në Tiranë që harrojeni se mundet që Serbia ta njohë Kosovën. Atëherë, dy çështje shumë shkurtë të ndarë. E para, i kujtoj çdo kujt. Kam 20 vjet që merrem me ligjin për emigracion. Asistenca për emigrantët nuk është asistencë vetëm për të huajt. Emigrantët përfitojnë në çdo shtet, në SBA, në Britani, në Belgjik, në Francë, kudo, në Gjermani, për shkak të asistencës sociale që marrin shtetasit amerikan, shtetasit gjerman, shtetasit francez. Pra, përfitojnë nga të drejtat ekonomike, financiare që përfitojnë dhe shtetasit atij vendi. Nuk janë vetëm shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, nuk janë vetëm malazezët apo bosnjakët që përfitojnë nga asistenca. Në radhë parë janë amerikanët, mbas një legjislacioni që ekziston në atë vend. Dhe pse është e rrezikshme kjo? Është e rrezikshme sepse ka një diskurs të qartë të këtyre forcave politike që nëse në Francë vjen Le Pen, nëse në Gjermani vjen AfD-ja nazistët, nëse në Austri dominojnë përsëri nacionalistët, dhe në të gjitha vendet e Europës do ndodhi e njëjta politikë. Po kur të ndodhi në Europë, ajo që po bën Trumpi, do jetë një atentat ndaj shqiptarëve, sepse shqiptarët janë 2 milion në Bashkimin Evropian, total me Shqipëri, Kosovë.
dhe do t'jetë një dëm i jashtëzakonshëm i raporteve që krijohen. Mos harrojmë, le të themi, në Gjermani, shqiptarët në vitin 2025 ishin kombi i tretë në bashkim familjar, kombi i tretë në gjithë Gjermaninë. Kështu ndodhe në shumë shtete tjera dhe imagjinoni sikur këto forcat vinë në pushtet dhe shqiptarët duhet të ndërgjegjësohen. Nuk e di me çfarë fytyre mund t'i dalin sot ata shqiptarë që kanë votuar Trumpin, për ta shpjeguar këtë politikë që ndiqet ndaj emigrantëve shqiptarë. E para, e dyta, për sa i përket çështjes së Kosovës që thotë. A e dini ju që për herë të parë Shqipëria dhe Kosova në gjithë historinë e vet janë pa ambasador amerikan? ABC-ja në diplomaci e vëmendjes dhe prioritetit për një shtet dhe e partneritetit është vendosja e ambasadorit. Mos vendosja e ambasadorit është një mesazh i raporteve të ftohta me një shtet. Edhe në Gjermani nuk ishin ambasador për kaq kohësh për shkak të marrëdhënieve konfliktuale që ka. Pra, SBA deri më sot si e justifikon një vit pa ambasadorë, Shqipëria dhe Kosova. Këtu fillon, Shqipëria dhe Kosova nuk janë fare në agjendë sot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mos ndoshta kresh një proces krejt formal, krejt burokratik, sepse si me ambasador, si me të chargé d'affaires, pra me të ngarkuar me punë, ato prioritete që duan shqiptarët në Shqipëri, një mbështetje totale ndaj SPAK-ut, është duke e kryer, dhe një mbështetje për shqiptarët e Kosovës është duke e kryer. Dhe është duke e kryer si pas gjitha gjasave më mirë se sa administrata e më pashme. Ne falenderojmë Shtetet e Bashkuara për marrëdhëniet dhe mbështetjen që jep SPAK-ut. Personalisht kam qenë një nga avukatët më të fortë të kësaj mbështetje të SBA-s dhe të SPAK-ut, por shqiptarët nuk kanë nevojë vetëm për ndihmën që SBA jep SPAK. SBA duhet të ketë me dhjetra dhe qindra projekte siç ka pasur më parë me Shqipërinë. Shqipëria ka nevojë për shumë projekte dhe i kujtoj të gjithë shqiptarëve që Amerika është donatori më i vogël në Shqipëri. Më i vogli donator financiarisht në Shqipëri është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që shqiptarët e konsiderojnë shtetin dhe kombin më të rëndësishëm pra gjithë prioritet, nuk mendoj se ka popull më pro-amerikan në Europë se shqiptarët. Ndërkohë, ajo që marrim me feedback është shumë e vogël financiar. Nuk llogaritet don me se sa OJQ financon në Tiranë, llogaritet don që ju realizoj shqiptarëve ëndrrën e tyre më të madhe. Jo. Don një çliroj gjysmën e kombit. OJF janë 3% deri në 5% e donacioneve. 95% janë programe për shtetin. Dhe ne duhet jemi të qartë. Të qëndrojnë ligj tash përndaj bisedën këtu në studio. Poli, ky vendim është një vendim teknik apo një vendim politik? Dhe nëse është politik, është ndëshkim për qeverinë apo për shqiptarët në tërësi? Shiko, ky ka të dyja. Njërë në radhë parë është teknik, sepse ne dim që ai ka një që e ka premtuar që në fushatën e tij, domethënë çështjen e emigrantëve dhe nuk ishte kot ajo paraprirja e asaj listës se kush ishin vendet të cilat merrnin më shumë asistencë. Dhe Shqipëria ishte në një vend të lartë për hir të së vërtetës, rreth mbi 40%. Por çështja është edhe politike njëkohësisht, sepse po të shikosh në këtë rajonin tonë jemi vetëm ne. Domethënë vetëm Shqipëria, për shumë mungon Serbia. Është Maqedonia dhe Malizi. Është dhe Bosnjë-Hercegovina. Vetëm Serbia mungon. Gjithë tjerë janë vetëm Serbia. Dhe po ta shikosh tek taksat, se me njëherë sa mori pushtetin Trumpi, shqiptarëve, si në Shqipëri dhe në Kosovë, ju vuri taksat doganore më të ulta, 10% mos gabohem. Ndërkohë serbëve 35%, më të lartat nga më të lartat në botë. Pra, nuk është se po favorizon prioritet 5% tërhoqi investimin që kishin aty. Ky është një lajm që nuk është lajm i mirë për shqiptarët, sepse shqiptarët e kanë ëndër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kësaj parapriu dhe mbyllja e llotarisë amerikane, prapë ishte për gjithë botën, ose pezullimi më saktë. Çështja është që ka shumë shqiptarë të cilët bëjnë bashkime familjare, këto bashkimet familjare sillin pastaj futjen asistencat e
prindërve të njerëzve që janë në moshë pune, dhe nuk e shikoj, domethënë, nuk e shikoj si ndonjë tendencë thjesht ndaj Shqipërisë, por e shikoj si nga ana politike e shikoj si një platformë që një kuadratim që i ka bërë platformës së vetë ai një fram Trumpi, ku bashkëngjit luftën kundër vendeve të cilat kanë shtete të korruptuara, shtete narkoshtete që mund të do flasim më pas për mesazhe, do t'i marrim të tre mesazhe me radhë. Këtë e ndërthur gjithë vendet me demokraci të dobta, me ekonomi të dobta, po ta vëshre etj, në fund fare kanë një fill që i bashkon që është dyndja e emigrantëve nga këto vende që pastaj i ngarkohen Shteteve të Bashkuara të Amerikës me një barë të rënd financiare. Kjo është që mund të ta lozësh ose ta nënkuptosh politikisht, kurse teknikisht dhe realisht është një çështje brendshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që po bën me emigrantë. Okej, Indrit. Trumpi po bën pikërisht atë që ka thënë gjatë fushatës zgjedhore, asgjë më shumë. Çfarë ka deklaruar që do bëj, atë po bën. Doli lajmërim nga Shtëpia e Bardhë, tha që është muaji i 10 më duket që ka zero kapje nga kufire dhe lirimi brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës. Domethënë lufta kundër imigracionit për Trumpin është prioritare. Domethënë nuk ka gjë më prioritare në administratën Trump se lufta ndaj imigracionit. Unë mendoj që ai lista e tregon vetë edhe prezenca e shteteve në atë listë. Aty ishte Brazili. Brazili është 300 ca milion banor. Është më i madh se Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë është një nga vendet më zhvilluara ekonomikisht në botë. Mos është vendim politik për Brazilin? Po, lidhet edhe me konflikti ka me Lulën e gjitha me radhë për Bolsonaro gjitha me radhë. Por, mendoj që edhe fakti që kjo është një lëvizje pezulluese është momentale, mendoj që do jetë pjesë e analize më të gjerë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai e ka bërë qartë, edhe zëvendës presidenti është akoma dhe më i egër se Trumpi në lidhje me luftën ndaj efekteve sociale në Amerikë. Ata janë të prirur, thotë, çdo taks që paguhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vijë për shtetët amerikanë. Dhe fakti është që ata sot nuk i cilësojnë më amerikan, këta emigrantët ose këta personat që janë duke marrë dokumenta të rregullta qëndrimin në Amerikë. Ata nuk i quajnë më shtetas amerikan. Qofse administrata Biden i cilësonte të gjithë të ardhurit, thoshin ju jeni amerikan. Me atë më falni ndërpresim dritë, ka një gjë sepse një nga ikonat, një nga njerëzit më frymëzues të republikanëve ka qenë Ronald Reagani. Dhe ai mbahet mend për një nga fjalimet e tij kur thoshte që mund të shkosh, thoshte, të emigrosh në Francë. Po. Por nuk bëhesh francez. Francez, po. Mund të shkosh të emigrosh në Gjermani, por nuk mund të krenohesh i jep Britanika, ndërsa kushdo, thoshte, që vjen në Amerikë, mundet të thot krenarisht që jam Amerikan. Ka në bazë të krimin. Ndërsa kjo ka një... Po do të themi diçka. Ka në bazë djetë puritanizmi dhe këta që quheshin që kanë pelegrinët. Kjo është baza e Amerikës, do të thënë, që kanë qenë lëvizjet nga Europa, puritanizmit dhe pelegrinët. Kështu që problemi është që Partia Republikane sot është vite dritë larg nga Partia Republikane e Reaganit. Jo, është Trumpi në distancë. Partia Republikane është sot Partia Republikane është në urdhrat dhe është e bindur totalisht me politikën e Trumpit. Dhe sot edhe ata që zgjidhen në Kongres, edhe ata që zgjidhen në Senat, zbatojnë në mënyrë të detajuar dhe në mënyrë të përpikt çdo politikë Trump. Edhe unë them që Partia Republikane në Amerikë është partia e Trumpit sot. Dhe nuk është më ajo Ronald Reaganit, nuk është më ajo e Bushve, nuk është më ajo që ka qenë më përpara e presidentëve që kanë bërë historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sot fatkeqësisht Trump nuk ka lidhje as me shqiptarët. Domethënë nëse u duk marrëdhënia që ka Trump me shqiptarët lidhet me faktin që kur u vendosën taksa doganore ishte më tulët në gjithë botën, u lanë në nivel më tulët. Fatkeqësisht ne nuk kemi marrëdhënie tregtare shumë të fuqishme me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ata akoma nuk na shohin neve. Po nuk ka një kimi, mund të krijohet një kimi ekonomike. Nuk ka pasur ndonjëherë me të drejtë, por ndë nuk ka.
Ne aviona dhe raketa s'kemi ta ka të blejmë, Dhe po njëri blem nga Franca. edhe do natyre s'kemi qa të shetë. Edhe njëri Në një qaj, në një lulesh, në një sherebel, në një këshu, po nga to. Po edhe njëri që i blem ato avionat, i blem nga Franca, se ashtu ishte i muhabet. Helikopterat. Se avion jo, po helikopterat. Fakti është që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë vetëm një mirë të madhe shtetit shqiptar. Dhe shohin si mënyrën e vetme që ata të rrisin prezencën ekonomike në Shqipëri. Dhe është asistenca që po japin në mënyrë të vazhdueshme SPAK-ut dhe organeve të reja drejtësisë. Ata e shohin si mënyrën e vetme për të ndryshuar politikën në Shqipëri dhe për të bërë të mundur zbatimin e dispozitave ligjore dhe të ligjit në përgjithësi dhe hapjen e mundësive të investitorëve ekonomike, po nuk e ndajnë atë. Fjalën ekonomik, kur flasin për SPAK-un nuk e ndajnë, për investimet sepse ata mendojnë që e vetmja mënyrë që mund ta bëjë këtë vend atraktiv për investitorët amerikanë është shteti ligjor, kaq. Edhe ata thonë shteti ligjor duhet vetëm me anë të mund të arrihet vetëm me anë mbështetjes që ne do japim SPAK-ut të GKK-s. Këtë kanë. Ndërsa politika globale është politikë globale. Mund vuaj Shqipëria, mund vuaj, po diçka është për të thënë. Trumpi nuk po bën asgjë që nuk ka thënë. Qartë. Jo, çështja vetëm i problem në vazhdim dhe atë çfarë tha Kreshniku që dëmtimi është te shqiptarët të cilët banojnë, jetojnë, kanë gjetur mënyrën, kanë emigruar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presin që të pajisen me dokumentacion dhe përbëjnë një popullat goxha të madhe aty. Ky është dëmtimi më i madh. Donc se ky është një lloj sanksioni, nuk e di ju si jurist, mund të vini një temë çfarë të doni, por është një lloj ndëshkimi që bëhet. Dhe ndëshkimi ti thua doin që e pësojnë qytetarët. Okej, po dhe sanksionet kur vijnë, nuk e kryetarët e shteteve nuk e pësojnë, vuajnë popullsia. Popullsia e vuan. Jo, këtë desha thoja, bota dhe kryesisht Amerika ka ndryshuar qasje dhe ka ndryshuar në vetvete, në thelb. Pra, ju përmendet Reaganin dhe shumë republikan tjerë dhe George Bush, republikan, cilët e kanë mbështetur në presidencë migracionin e lishëm kryesisht. Dhe Nixoni që ka bërë thebelet. Pa tjetër. Kanë qenë e kundërta, kryesisht president demokrat të cilët kanë qenë pak më kundërshtues, po dhe ata jo në mënyrë të hapur dhe thjesht për çështje periferike. Ka ndryshuar bota, e them sepse po shohim zhvillime shumë të forta dhe ndërhyrje shumë të forta dhe qëndrime të forta të presidentit Trump. Problemi është, a mund të mbrohemi ne nga politika që bën presidenti Trump për këta shqiptarë, a mund të mbrojmë këta shqiptarë? Ai po godet, qëllimi goditjes ka qenë qeveria apo ai qëllimin kryesor të paktën me sa lexoj unë është qytetari amerikan, ai do të mbrojë qytetarin amerikan. Ai ka asnjë interes për pjesën tjetër, qoftë botës, qoftë atyre të cilët shkojnë në mënyrë të palishme. Pra, bie bomba nuk pyet për efektet kolaterale. Ai e ka thonë, pra para Amerikës nuk vendosim asgjë, Amerika është e para, gjithë tjerët pastaj, prandaj diskuton dhe me NATO-n me atë gjuhë, prandaj diskuton dhe ai thotë do ta marr Groenlandën, nuk diskuton. Pra do mirë një legët apo do ta marr. Jep në një farë forme ultimatume duke rrezikuar dhe aleancën, që është problematike në mund thotë ju tjerë një kod numra, aleanca e mund. Ishte edhe çështje kapacitetesh ekonomike. Problemi për ne është se ne nuk kemi kapacitet dhe mundësi si qeveri, mendoj unë, që të kundërshtojmë asgjë, sepse ne nuk prodhojmë asgjë, ne nuk eksportojmë asgjë, ne nuk kemi mundësi t'i vendosim kushtet Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne jemi të destinuar ta pranojmë të vendim të presidentit Trump dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk bëjmë dot as minimumin për të vajtur dhe për të shprehur deklarata apo për të bërë veprime që mund të ndikojnë te presidenti amerikan, sepse ai, siç e thash, synimi i tij është qytetari vet dhe nuk është më të kalojë te pjesa se sa interes kanë shqiptarët në tërësi, edhe pse bëhen shumë në Europë, edhe pse bëhen shumë në Amerikë, se kush është interesi tyre ekonomik, sepse kryesisht emigrantët e palishëm që shkojnë atje kanë interes ekonomik. Dhe para 100 vitesh, kur ishte e lirë, po të shkelin në territorin Amerikan, ti merje, ti quhesh shtetas Amerikan, por kishte ca kushte të tjera, kishte një ekonomi tërësisht tjetër. Ishte edhe një përvojë e tillë doon që gratë shtatzana shkonin. Po tjetër. Kjo ishte deri nga shqiptarët në mënyrë masive. Fëmia shtetësinë amerikane dhe kjo tani u ndërpre. Dhe u ndërpre sepse ndryshon gjithë kushtet, pra vajtja vepër penale, po. Deklarimi rrem është vepër penale. Po, ka dhe sanksione ekonomike e tjera. Pra, nëse do një grua është shtatzan dhe
Në Sepse ti formular. gënjente formulare që po vete për qëllime Turistike. turizmi. Po, Edhe vete atje, me qëllim për të lindur, pse të pyesin edhe... po tjetër, Se konsiderohet që po merr taksat e Që kur aplikon- qytetarëve amerikanë për shkak të shfrytëzimit spitalit dhe të lindjes dhe Po të jo, marrjes në merr Shqipërisë. pasaportën e po dhe direkt. lajmërimi dhe që bëri pasaport. ambasada amerikane në Tiranë ishte i qartë fare. Është i qartë, thotë është krim federal, qoftë do i kryeni. Okej. Më fal, dhe diçka të fundit se do të thosha. Ajo që tha Kreshniku lidhet me faktin që ka shtete, tha që te ajo lista ishin si për nesh ose ishin në renditjen tonë, të cilit nuk kanë pësuar nga kjo, nuk është kjo 75 e famshme që është ndërprer ose janë pezulluar Vizat e emigracion. proceset e vizave. Qofse kjo është e vërtet, pastaj është dështimi i diplomacisë shqiptare. Se qofse ka shtete që kanë qenë më keq në renditje nga shteti shqiptar, edhe ata kanë mundur që t'i shpëtojnë këtij sanksioni, po them, që është sanksion nga këto shtete, tregon që ata kanë pas sukses në politikën e jashtme, edhe nuk kemi pas ne Tek e sukses. fundit ne sa kemi ngelur këtu 2 milion do. Ore për Shqipërinë Një lagje New York. ai se ku ti gjithë shqiptarët i marrin që janë njerëz punëtor, se ajo statistika më duket çuditshme me të drejtë, se unë nuk njoh njëri nga shqiptarët, Që nuk bën dy punë. Që nuk punoj dy. Që nuk bën dy punë, jo që nuk punon, po që nuk bën dy punë. Gjithsesi Fakti pezullive. është të këta o bëjnë dhe punë, marrin dhe asistencë të nuk e di. Okej, Leonard. Kjo është diskutim tjetër. Që kam përshtypjen se po bëjmë një debat ose një bisedë, domethënë për t'i qarë hallit kalorësit sepse i varen këmbët. Ai është në gjithë drejtën e vet dhe ka thënë dhe në gjatë fushatës elektorale se çfarë do bënte me emigrantë ata që ishin brenda, jo ma ata që pretendonin të shkonin në Amerikë. Domethënë do bënte gazep, e thënë në terma të trasha fare. Kështu që në këtë aspekt unë besoj domethënë që politika e Donald Trumpin në raport me emigracionin është ati ku ai ka pasur synime krejt qarta. Tani na ka natë ne dhe do italianët, apo grekët, apo serbët, kjo për mua nuk ka asnjë lloj sensi, sepse është në bazë të varësisë ose të rëndësisë që ti ke si popull. Do të kujtoj një rast pas 11 shtatorit të 2001-shit. Aso kohë, për shkak të avionëve që ranë në kullat binjake, ka dalë një ligj federal në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku agent federal, kryesisht në popullsi muslimane që jetonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të shkonin edhe pa asnjë lloj lajmërimi në 2 të natës se të bënin kontroll direkt në shtëpia. Dhe ndërta ishte edhe shqiptarët. Gjithë legjislacioni që aprovua atëre quhej Patriotic Act, aktet patriotike. Po. Don Ata gjithë e përgjigjen gjithë Amerikën ata. Ashtu. Me Dhe- Patriotic Act. Du lejua don që të përgjimet pa... Mbi Dhe këqyrje. ndodhi aso kohë, tani unë nuk besoj domethënë që aso kohë ne kemi pasur shtet më të fortë se sa sot, ose teorikisht sot duhet ta kishim më të mirë se sa para 20 vitesh, sepse është periudha kohore. 25 vite. Po aso kohë, ambasada jonë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidenti këtu, më duket se ka qenë Mejdani president aso kohë, Po, edhe Mejdani. Ministria e Jashtme dhe Kryeministria, ka të bërë një notë, nuk po them proteste, se ne nuk kemi këllë që të bëjmë nota proteste, por sqaruse në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe shqiptarët u hoqën nga kjo listë. Pra pati një lloj, si të themi, Përpjekje. një lloj përpjekje dhe angazhimi që pati një lloj një bon sens të mirë aso kohë. Ka qenë ambasador Agim Nesho, më duket në Shtetet Bashkuara të Amerikës aso kohë, në OKB, nuk e mbaj mend. Nesho ka qenë në OKB dhe Tarifa ka qenë në Washington në kohën kur janë goditur... Nuk jam po në shtator kanë qenë... Tani, unë nuk e di se sa të aftë jemi ne, ose sa e aftë është politika e jashtme shqiptare, apo kjo politika që kemi ne tani, apo qoftë dhe ambasada jonë, që në rastin konkret, qoftë nuk po them prap not proteste, sepse nuk mundesh ta bë. Për më tepër ndaj Trumpit. Lutje. Një sqarim. Ose një lutje, sepse një popull, një kombë si shqiptarët, që realisht jemi një lagje e New Yorkut, ndoshta më pak se Manhattani, po ta bësh në popullsi. Jo ndoshta. Të merresh, domethënë, dhe ti thuash domethënë që juve jeni problematik, se kjo do të kuptohet. Shqiptarët, ashtu si kundë dhe 74 kombet tjera, por ne s'po merrem me kombet e tjera, janë problematik në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo se ne jemi të mirë dhe tani duhet të mbrojmë veten, por realiteti nuk është i tillë. Po jam për këtë bëhen lobime, se këtu njeri lobon për të vajtur... Po, fikse dhe kjo për të vajtur të tryez të bordi e gazës, tjetëri lobon të igjet në grada, edhin lek për këtë bëhet lobim. Ke një komunitet jo pak të fuqishëm, që sepse kanë punuar, kanë lidhje me kongresmen e tjere, në koordinim
me qeverin këtu, me ambasadën Dhe atje. Shqipëria ka pasur lobin Nga më të fuqishmi. nga më të fuqishmi, gjithë senatorët, Po, më të rëndësishëm në kohën e luftës Kosovë, është bërë. bënin pjesë tek lobi i shqiptarëve. Po. John McCain, Biden, Eliot Engel, Bushët. Në senat po them. Ka pasur, pra thej ka pasur në të shkuarën. E shkuar e afërt është gjithsesi se 2 dekada ka kaluar, po ka pasur. Pra do duhet parë, do më thonë, jo për të bërë opozitë. Ne përçam edhe komuniteti shqiptar atje da me 2 parti ore, edhe ata në Amerikë, po ne jemi politika që të mërshme. Do ishte, sigurisht. Nuk besoj, do më thonë, që tani Trumpi do rri pa gjumë kur t'i shkoj letra seruse nga ambasadori jonë atje apo nga Ministria e Jashtme, mos e bëjmë vetën se si ne kërthica e botës. Por ama që ti të bësh diçka në raport me ata njerëz që ke aty që përfaqëson se për atë punë, Po që ta bësh atë duhet kesh një derë komunikimi i hapur. Dhe kjo qeveri e ka këtë derë komunikimi i hapur apo jo? Do që të kaloj të ajo tjetra? Do kalojmë tek ajo tjetra dhe do në sepse deri në këtë momente, do në deri para një jave, prej shumë muajsh, opozita ishte në eufori duke thënë se marrëdhëniet e qeverisë Rama dhe të Ramës kryesisht me administratën Trump janë në krizë totale. Madje patit deri dhe aty zëra do sa thoshin që nuk mundet të takoj Trumpin. Këto janë pjesë e folklorit, por pati do në dhe lajme që Rama anulloi udhëtimin e tij në New York për të marrë pjesë në asamblen e OKB-s në shtator. Pra gjitha këto ishin zëra që vinin nga strukturat drejtuese të PD-s. Dhe kretë si një rufe në qiell të pastër, bëhet publike një letër që presidenti Trump i dërgon kryeministrit Rama, ku e atë efton për të qenë bashkëthemelues në bordin e paqes. Ja, kjo është letra. Shkëlqësisë të tij, zotit Edi Rama, kryeministër i Republikës së Shqipërisë në Tiranë, i dashur kryeministër, është një nder i madh për mua t'ju ftoj si kryeministër. Nëse ajo është për 340, mos u lot për atë pjesë, një lloj. Ndërkohë, 48 orë me radhë, në kampin e opozitës pati një efekt si pas një bombe nukleare. Gjithë shpresa duket se u shuan, por nuk zgjati më shumë, ndërkohë që falë edhe internetit, falë edhe globalizimit të industrisë e informacionit, mësojmë se e njëjta letër, copy-paste, i është dërguar të paktën 80 qytetar shteteve dhe qeverive. Do në deri dhe tek sekretarit të parë të Partisë Komuniste të Vietnamit, i cili me njëre pranoi me kënaqësi. Ndërkohë patit deri dhe tek Lukashenko. Sot, po, e pranoi dhe Lukashenko. Kalojnë do në të kemi e njëjta Aleksandr Lukashenko. E njëjta është e njëjta gjë. E njëjta copy-paste letra e Donald Trumpit drejtuar Lukashenkos. Bileja ka bërë Lukashenka, këtë pse? Sepse ashtu e ka të shkruar në bielorusisht. Është në bielorusisht. Po, emri nuk i ndryshon, sepse është shkruar fiks. Kur është me A, duket është ndryshon gjinia, vajtë prish punë. Ne, e kemi ne, jo ata. E kemi ne, jo ata. Preshnik, çfarë është ky, që efekte ka do në Shqipëri kjo letër e Trumpit për Raman? Në Shqipëri ka shumë efekte, sepse vetëm në Shqipëri ndodh që të ndërtohen kauzat paqëna, të ndërtohet një debat artificial dhe vlerën kësaj ftese ja ka dhënë opozita, e cila ka një vit artikulon që me ardhjen e Trumpit do arrestohen gjithë sorosianët, do i hiqet viza Edi Ramës, do vinë helikopterët e Deltas si Maduro, Maduro do e psoj njësoj si Maduro, nuk kalon do të oqeanin e tjere tjere. Unë mendoj që edhe ky debat që sot vazhdon, që është i përgjithshëm, është i përvetshëm si ftesë e tjere tjere, mendoj që ata që e ndërtojnë këtë retorik e kanë shumë gabim për një arsye. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mundet t'i gjykojmë, sidomos qeverinë e Trumpit, në
prioritetet që mund të ketë individuale për personazhe të caktuar, apo në lidhje me stabilitetin, demokracinë apo funksionimin e shtetit në vende periferike si Shqipëria. Që do të thotë Edi Rama, me të mira dhe të këqijat e veta, është pjesë e një lobimi shumë të fortë oligarkësh, politikanësh dhe diplomatësh ndërkombëtar, që fillojnë nga Izraeli deri në Washington, dhe mos ju duket fare çudi që përveç kësaj duke kaluar dhe nga Londra ndoshta? Po, mos ju duket fare çudi që të ketë takim edhe të Edi Ramës me Donald Trump. Mua s'do më duket çudi. Po vlerën të gjitha këto të debatit marrin në qoftë se ndërtohet një kështjellë rëre, që Rama tashmë është në listën e zezë të SBA-s etj, pa argumenta, pa bazë, vetëm për të relativizuar problemin personal që ka Sali Berisha. Qoftë se Berisha s'do kishte këtë problem, nuk do kishte vlerë edhe gjithë kjo ftesë e pa vlerë që ka marrë Edi Rama, në sensin e pa vlerë në se s'dua ta zerroj totalisht, por në raport me shumë takime bilaterale, diplomatike, qeveritare që janë zhvilluar, kjo është një tezë e përgjithshme. Gjithsesi një lloj zhvillimi është, sepse në samitin e NATO është zhvillim. Asnjë shtërngim dore nuk pati, do ndiku është zhvillim në korridor. Dhe është e sigurt që në pjesën e atij bordit apo atij grupi lobues, Edi Rama ka shumë partner personal të fuqishëm. Kjo është e njohur zyrtarisht. Dhe tani nuk i dihet një herë në radhë parë se sa do funksionoj dhe si do funksionoj ai bord. Po t'i hym pastaj në thelbin e. Ende nuk dihen projektet e qarta të realizueshme, se çfarë projekte do realizohen për Palestinën dhe për rindërtimin e Gazës. Dhe do ta pranojë Izraeli apo jo një herë? Kjo është kryesore. Unë mendoj që Trumpi nuk e ka bërë publike parën marrëveshje me Izraelin, pavarësisht të lojës dyfisht dhe kritikave që ka bërë Izraeli pas si u publikua ideja dhe ftesat. Unë mendoj që ka një ndërveprim të Izraelit me Washingtonin për këtë çështje. Sidomos për këtë çështje nuk mendoj që për Gazën Donald Trumpit në mënyrë të njëanshme të ketë vepruar. Se që është lobuar. Me çfarë lobuar? Me çfarë mund të jetë lobuar Krishnik? Unë e kuptoj që ideja juaj është a është lobuar me para apo jo. Po unë mendoj që me bukuri. Me bukuri natyrore, me dollar, me euro, me gjëra të këtij tipi bëhet fjalë. Mendoj që partneriteti dhe aleancat, lobimi nuk është as 24 orësh, as 2 ditor, as 1 javor, është më i hershëm. Domethënë kanë paraprirë prej shumë, është punuar gjatë. Është punuar gjatë, pastaj kur arrihet në këto nivele ke shumë vështirë të kuptosh se kush janë koncesionet politike, ndonjëherë janë më të fuqishme se paraja. Jo, ai ka dhënë Shqipërinë, mos u lodh për atë pjesë. I ka dhënë Shqipërinë, i ka thënë edhe kaq. I ka dhënë garancit për çdo gjë tjetër. Po jo, s'është thjesht çështje garancie, mos Krishnik. E ka shumë të thjeshtë domethënë që t'i japin në këmbim për le të themi benefite personale, t'i japin Shqipërinë, një herë mi kohë, 100 e kusur vitën përpara e bënte Esat Pashtoptani, tani e bën Edi Rama, nuk ka ndonjë ndryshim. Thjesht koha ndryshon. Dgjoj, pse jam dakord? Po, jam dakord dhe për një arsye tjetër. Shiko, sot jetojmë një realitet tjetër. Domethënë, gjithë liderët evropianë sot janë konflikt me Donald Trump. Ka nisur trupa ushtarake në Groenland. Edhe i kanë tërhequr. Do të thotë, edhe i ka tërhequr. Britania një po Gjermania 7 ushtar që i tërhoqi, do në gjithë bashkë do në bëshin as beshin 95 veta. Ildir, plotësisht dakord. Por marrëdhëniet kanë shkuar shumë të tensionuara. Dhe debati sotëm në Shqipëri duhet ishte një, Shqipëria është në një linjë me Bashkimin Evropian, apo Shqipëria është në një linjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është debati. Duhet na thotë lideri. Ky është debati elitar, të cilën duhet dominonte në kuvendin e Shqipërisë.
Pra, sepse sot nuk ka kurajo as opozita të pozicionohet me kritika ndaj Opozita është me Trumpin në zëtëri, që ka opozita? As një parti, as të vjetër, as të re, as të vogël, as të madhe në Shqipëri, të ketë kurajo të adresoj kritika Washingtonit. O Kreshnik, Dhe kjo është e pa drejtë. E the para një javë Kreshnik një gjë shumë të zgjuar për mendimin tim, që shqiptarët bëhen me liderat. Ne kemi qenë sa me sovjetikët, sa me kinezët, sa me vietnamesët, sa me jugoslavët, tani me amerikanët. Nuk kemi qenë ne shqiptarët, ka qenë lideri global, ai që na ka drejtuar, që ishte me këta dhe ne shkoni si kope. Jo, vetë se strategjia jonë tani është me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ku ka strategji? Tani dhe qytetarët janë me Shtetet Bashkuara, nuk është se janë vetëm liderët. Mos u bëj, nuk ka strategji. Jo, ka një problem. Tani Shqipëria nuk ka as mundësinë ta kundërshtoj Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po nuk është çështje oreti, nuk është çështje. Jo, ti ke problem shumë të madh, përveç nën gradave të opozitës dhe çështjeve tjera që nuk na interesojnë ne si qytetar. Por ne na intereson një shqetësim shumë i madh që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës me ne. Është trafiku drogës. Nëse këtu do flasim pra do flasim se është mesazhi i tretë i Washingtonit. A të vazhdojmë me këtë çështje? Po, por ta kalojmë tek këtë. Po vazhdojmë. Ajo që do të thosha në raport me këtë, duhet kuptojmë dy gjëra shumë të rëndësishme nga ky bordi i paqes dhe bordi i gazës. Është bordi i paqes, pastaj është bordi i gazës. E para është ka dy gjëra që bie narrativa e kësaj politikë bërë shqiptare. Bordi i paqes nuk është vetëm për gazën, do jetë një strukturë ndërkombëtare që do jetë bordi i paqes drejtohet nga Donald Trumpi dhe një dhjetëshe e bordit që ai ka konsideruar ai si njerëzit më të fuqishëm, ku bën pjesë dhe Tony Blairi. Dhe pastaj është krijuar dhe bordi i gazës, i cili do merret vetëm me gazën, dhe aty ka vendosur një qeveri teknikisjenis me Ali Shatën, i cili ka qenë një antar i OPC-s të asokohet të Yasser Arafat. OCP-s, Organizata për Shirimin e Palestinës. Dhe që është në kundërshtim të plot me Hamasin, për të thënë, domethënë politikisht po flas. Po, ajo që ka bërë shumë përshtypje OCP-ja kontrollon bregun perëndimor, ndërsa gazën e kontrollon Hamasi. Tani jo pa qëllim është vendosur ky, për këtë disha them. Ai që ka qenë ndërlidhës midis bordit paqes dhe bordit gazës është një diplomat bullgar, dhe ky ka bërë shumë përshtypje se si doli Nikolaj Mavledov. Ky është një personazh i cili e para një herë është propozuar në këtë bord, është personi, le të themi, që vjen direkt pas Donald Trumpit. Ai që bën lidhjen midis bordit të paqes dhe gjithë bordeve që mund të ekzistojnë, gazës, nesër i Ukrainës apo kushdo qoftë. Ky është një personazh i cili vjen jati i tij ka qenë një ish sigurinc i në kohën e diktaturës në Bullgari, pra drejtonte sigurimin e shtetit në Bullgari, KGB-n bullgare, po e them në thjesht, i diplomuar në Angli, një person i cili për shumë... Jo, do dalë tu, se është shumë e rëndësishme kjo për punë për të shbërë... Si vjen Mladenovi, kemi gjitha do gjëra tjera për diskutuar interesojnë shqiptare. Sepse ka shumë rëndësi. Ky njeriu për shumë vite ka drejtuar... Po këto më desha them. Ka drejtuar organizatën e Soros. Tani, sepse prandaj bie kjo historia e antisorosiane. E ka sekretar thesari edhe të Soros bestet e në antisorosiane, sepse një ndër njerëzit që ka drejtuar... Me një fjali mund të kështë thënë, krau i djathtë i Trumpit... Për ekonomin është beset, është njeriu me ambision. E thoni ju atë, Jo, është një bulgar që është i fondacionit Soros. Ora, atë opozit, a ka bërë një luftë të pajepur të paktën këtë një vitin e fundit që thosin po bëhet luftë kundër njerëzve të Sorosit, urdhëron njeriu në Sorosit, po të them e kanë një pozicion më të ka qenë i sigurimit në Bullgari. Vërtet si shpjegohet dhe këtu në Shqipëri. O, fëmijë të pinjollëve të më lera ta shpjegoja, se ishte jo, kjo e Sorosit donë, se unë nuk është se nuk jam nga kështu donë që të them Sorosi, gjithë të këqijat i kemi nga Sorosi. Por ama një gjim ka bërë përshtypje o Leonard donë që spionat sigurimi donë kishte këtu, gjithë galoshe donë nivelin e dytë të administratës partisë punës donë. Sa gërgjora donë të partisë punës. Cilët dominojnë dhe sot. Po të theme njëherë, babai i këtij ka drejtuar sigurimin e shtetit në Bullgari. Ky ka drejtuar Sorosin, ka qenë ja 4-5 vite në kohën e Bojko Borisovit, ka qenë ministri aty, po pak rëndësi ka. Po të them që ka rënë narrativa e të qenë e faktit që Trumpi tani po lufton Sorosin, që e parë. E dyta,
bie edhe narrativa në raport me Edi Ramën. Sa do që neve këtu brenda mund të themi që qeverisja këtij Edi Ramës në këto 13 vite ka sjell skamje më nxyrë, më thënë thash, për mendimin tim është nga më të korruptuara që ke pas ndonjëherë në këtë vend. Por është fakt që në të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor është vetëm Rama që ka manifestë të tillë. Na pëlqen apo s'na pëlqen ne? Nuk ka marrë po më nga ato që kanë dalë në ne. Jo, Rama e pranoi. Rama vetë nuk e pranoi. Sot un kam parë një listë që fillonte me Argjentinë nga në rend alfabetik. Është lista kush ka pranuar më zotëri? Ti mendon që ja ka çuar Minskovski dhe ka thënë jo, nuk dua? Jo, më janë duke u menduar valla se kanë. Po çfarë po mendohet, mos e nuk do të dilte i servisit, më thonë që të thuash, po jo pra jo, sepse unë e shikoj këtu. VMNR janë në Maqedoninë e Veriut, DPMNE konsultohet çik me Moskën para se të thotë një po. Tash ne dim, po kshu dhe Beogradi. Doli Putin që ka marrë ftesë. Po e ka marrë dhe Putin, mo. Po dakord, E ka marrë Lukashenko, e ka marrë Orban, Meloni, gjithë me radhë, se janë 140, mo. Po jo më jo, dëgjoj një sekond, nuk ka ndonjë gjë kjo. Okej, mbaro, jo më nuk ka ndonjë përzgjedhja tani, po Vietnami. Dhe tani, nga njëra anë, po të kthemi të tregu shqiptar, nga njëra anë ke një PD që po mundohet ka paguar, thonë, $6 milion për heqjen e non-gradës, me Lasilitan. Jo, 750 dhe tani. Të deklaruara, dhe nga ana tjetër ke një lobim, kaq thjesht që nuk e dim se çfarë kanë paguar. Se për mendimin tim mund të ketë paguar dhe duke dhënë edhe gjithë Shqipërinë në fjalë. Çka ka paguar zotëri? Po 13 vjet kontrata lobimi të Tony Blairit. Tony Blair nuk ka qenë asnjëherë, është këshilltari i Edi Ramës, është njeriu i afërt i Edi Ramës, dhe në fund, në momentin më të vështirë i Edi Ramës, erdhi në ndim. Më fal që ndërpres, por që nga momenti kur para 20 vjetëve, kur la Downing Street 10 zyrën, fuqitë e mëdha në OKB, kuarteti caktuan në krye për të zgjidhur krizën Tony Blairin. Ka zyrat akoma në Jeruzalem. Çfarë thash? Nuk ai është një nga njerëzit kryesor që ka lidhjet e tij negocion me dy palëve do. Se kam te Tony Blair fare, nuk tha se Ramës i vjen keq për Gazën, ore. Rama e ka bërë zgjidhjen e vet. Është partner strategjik i Izraelit në këtë betejë ose në këtë vizion se si do ndërtohet Gaza ose si ka qenë problematika për të zgjidhur, ka mbajtur anën e Izraelit, është i qartë në drejtimin e tij. Problemi është që Rama ka 13 vjet që ka këshilltar të jashtëm dhe paguhet me taksat e shqiptarëve Tony Blair. Njëherë vjen e shoqja e cila ka zyrë avokatie, njëherë vjen Tony Blair dhe janë dhe miq të afërt. Fakti është që Rama lobimin më të madh ka bërë Tony Blair. Kjo është e rëndësishme. Dhe diçka të fundit, më fal Poli. Ashtu siç erdhën situatat në Shqipëri, e vetmi problem që ka ky lajmi ose për opozitën, edhe për atë retorikën që ishte ngritur, është emri Donald Trumpit në një letër ku është dhe emri Edi Ramës. Sepse këtu ishte ngritur pritshmëri dhe ekspektativat që ky zotëria e ka mbyll, vetëm pritet ora kur të arrestohet. Pra ty duket e thjesht fare kjo që ka ndodhur, ë? Për çfarë? Qoftë politikisht ty duket ama thjesht është Donald Trumpi dhe Edi Rama aty dhe kaq. O zotëri, ai arriti të fundosi retorikën politike të opozitës të ngritur për një vit e gjysmë. Që kur pa ardhur Trumpi, se thoshin sa të vi Trumpi, do ta zhduki. Ai me një letër e fundos një letër edhe Lukashenko dhe sekretari parë. Po edhe sekretari parë i Vietnamit. Po kush do të kanë me Trump. Unë s'e kam me sekretarin e parë dhe nuk kam me Donald. Shikon letrën time thotë lexon Donald, nuk dëgjon. Donaldi ndoni jo, Donaldi Nusolla. Qartë. Poli? Shiko. Lajmi, nëse lajmi i parë, pjesa e parë ishte lajmi keq për shqiptarët dhe për Shqipërinë në pikpamjen e pezullimit të vizave, të ndihmave, të bashkimeve familjare, apo të atyre të green cardve që janë në procese të tjera. Ky ishte lajmi keq, ky është lajmi i mirë për Shqipërinë, për Shqipërinë, për ne shqiptarët të jemi në një tryezë, pavarësisht se ka 100 shtete, ka 50, ka 20, apo mund të bëhen dhe 200. Sepse është një projekt politiko-financiar. Shteti krijuarisht as. Po mirë, dakord. Festojmë 114 vjetori. Po që pak më përpara thoshim që jemi 2 milion. Po mirë, deri para kemi qenë antar të
Po pra të po Këshillit të dhe Sigurimit. po mirë më Kemi qenë mirë. bashkë Jo më jemi pend dhe antar. mbajtës. Tani Pend mbajtës unë e me- kuptoj dhe me me Shtetet e dëgjoj, Bashkuara. mediat ndërkombëtare nuk i Po kanë s'bia dhënë sa është në raport. mediat, më falni. Mediat ndërkombëtare nuk i kanë dhënë fare asnjë lloj rëndësie, domethënë që siç po e bëjmë ne këtu të madhe, qenies së Shqipërisë atje sepse quhet si e mirë qenë. Pse? Shqipëria njëherë patjetër që është një vend antar i NATO-s, i vetmi, është edhe Maqedonia, por domethënë pro-amerikan i hapur dhe pa probleme me NATO-n, me perëndimin pro-amerikan, dhe mos harrojmë një fakt tjetër, Babaramo, që jemi i vetmi vend në Europë që jemi antar të, falë Zotit Berisha, prej 30 vjetësh të konferencës islamike. Dhe atje është një loj, Falë Zotit Alia. po, dhe njëkohësisht një shtet që kemi marrëdhënie shumë të mira. Aplikoj Zoti Alia, e nisi Zoti Alia. Po, e firmosi Zoti Berisha. E nisi dhe e bitisi. Po mirë, mos shërën si po, ka, domethënë, unë nuk e thash Berisha. në konotacion negativ. Po. Kjo është tani është kthyer në një diçka pozitive në diplomaci. Një vend musliman, pro-perëndimor, marrëdhënie të shkëlqyera me Izraelin, patjetër që ka një kuptim në atë tryez për Gazën, dhe ne dim si luhet. Kurse për atë që tha Kreshniku që lobimet e tjerë, ne dim që Edi Rama gjithë politikën e vetë dhe gjithë karrierën e vetë e ka ndërtuar mbi këto lloj lobimesh dhe me para. Kur the me para, ai vajti çanta për me Gonigalin për lobim kundra Lulzim Bashës ose PD-s më saktë në një periudhë kur u tremb, dhe jo më pastaj për të patur garantira. Kjo letër Prit. Ta mbaroj. Ja shuan, po... E mbarova pra. Po. Në qoftë se kulmi, në qoftë se arri ka vetëm kaq Edi Rama, atëherë Edi Rama është në një hall shumë të madh. Qoftë se ai nga zëllim që shfaqi me ato gërmat kapitale e tjerë me atë fjalën personale, ky është kulmi sot, fuqia e sotme lobuse. Në qoftë se kjo është fuqia e sotme lobuse e Edi Ramës, e sotme apo flas aktualisht, atëherë Edi Rama është në fundin e vet. Po, si që kanë fundin e vetë o poli. Sepse... Aja është në ringritje këtu. Prit. Po si më tjetë në fundin e vetë këtu. Se po që e në fundi ma dokumentin e ambasadës. Ashtu, sepse këtu nuk është çështje e bordit. Çka deklaroje nga problemi e Edi Ramës dhe i Sali Berishës nuk është çështje e bordit të paqes. Është çështje që këtu është kapur bordi i Shqipërisë. Është kapur bordi i korrupsionit. Bordin e Shqipërisë merret SPAK-u. Ja ku e thot dhe fut në loj për herë të parë presidentin tek SPAK-u, shikoj fjalin. Në një fjali për herë të parë po ju thot. Ta bëj të ditur për publikun çfarë kjo poli don, se ne do ne dim këtu, mund ta dim. Po. Me këtë bord pak ditë më parë në fund don kemi le të quajmë ambasadoren, shefen e misionit të ngarkuarën me punë të ambasadës, që zhvillon një takim me drejtuesit e BKH-s dhe të SPAK-ut. Dhe në fjalën e saj, ajo ndër të tjera thot. Dhe të FBI-s që trajnuan këta. Dhe siç ka thënë sekretari Rubio, organizatat ndërkombëtare kriminale dhe terroriste, veçanërisht ato të angazhuara në trafikimin e narkotikëve, janë kërcënimi më i madh për sigurinë e Shteteve të Bashkuara në hemisferën perëndimore, ku këto grupe po destabilizojnë shtet kombet. Dhe ne po i çojmë në emigrim masiv. Ne do të ndjekim me këmbgulje prioritetet e presidentit Trump në Shqipëri, duke i forcuar institucionet që luftojnë krimin e organizuar dhe trafikun e narkotikëve, si SPAK, BKH dhe Akademia e Sigurisë. Rrjetet kriminale përfshirë grupet shqiptare që bashkëpunojnë me kartelet e Amerikës Latine, të përmendura nga sekretari Rubio, përbëjnë kërcënime të konsiderueshme për sigurinë dhe përparimin ekonomik të Shqipërisë përmes aktiviteteve si trafiku i drogës dhe pastrimi i parave. Sikurse e keni parë, përmes këtij kursi, këto krime po mundsohen nga teknologjitë moderne. Kreshnik, nuk e di do unë, po që në kohën kur shokut Haxhilleshi i vinin telegrame nga qytetar Charles de Gaulle, kur e uronin për festat e nëntorit, ishin gjithë kryetarët e tjerë të shtetit shqiptar më pas, do në merrnin urime dhe marrin urime për 28 nëntorin, që janë fjalë kortezie që një kryetar shteti ose një shefi një diplomacie të një vendi ja çon homologut
homologu të vetë në ditën e tij të festës kombëtare. Vjet, për herë të parë, nuk e di në një përvojë tjetër diplomatike, sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit, ditën e festës në telegramin e urimit, i kujton qeverisë shqiptare që duhet luftoj drogën dhe bashkëpunimin e bandave shqiptare me kartelet. Kush ka më shumë vlerë, këtë deklarate e Rubios atere, që përforcohet sërish nga e dërguara e presidentit Trump në Amerikë, apo kjo letra që gjykuam, analizuam pak më parë? Tani, që është e vërteta se të kësaj duhet të hyjmë një analizë të thellë. Deklarata e Rubios, por dhe shqetësimi i të dërguarës ambasadës amerikane, është një shqetësim i cili duhet të na ulin disa pozita shumë inferiore në gjithë raportin ndërkombëtar që ka Shqipëria. Jo vetëm sot, po edhe mot. Pse e them këtë? Imazhi që po krijon Shqipëria dhe shqiptarët që janë pjesë e liderit të trafikut të lëndëve narkotike, jo vetëm në Europë, por edhe në Amerikën Latine, kjo është një njollë e cila do të na mbetet për dekada ne si kombë. Mendoj që Edi Rama do largohet, Berisha do largohen, do shta Lapaj, Shehaj edhe Qorri do largohen nga politika dhe përsëri njolla, ka shumë shtete të cilat kanë qenë bazat të trafikut të drogës dhe nuk janë sot, dhe përsëri e kanë atë imazh i cili është shumë i vështirë për t'u hequr. A është i drejtë apo i padrejtë, kjo mbetet për t'u parë. Do vim te pyetja që bëra Krishnik. Po, këtu duhet dalë. Tani, është e qartë që mesazhi është drejt për drejt për shtetin shqiptar, por është edhe për shqiptarët. Pse e them këtë? Për qeverin, është apo jo? Është për qeverin, e para është për qeverin. Sepse qeverin e anashkalon. Pra, në gjitha mesazhet që SBA ka dhënë nga janari i 2025-ës deri janar 2026-ës, i bën skip emrit qeveri, i bën skip emrit kryeministër, tani kjo është qartazi. Pra e duke thënë që Departamenti Amerikan i Shtetit komunikon direkt me shqiptarët duke anashkaluar institucionet qeveritare. Ja, po them një gjë më të rëndë në fakt. Më të rëndë. Sepse ti biesh qeverisë është shumë pak. Ti biesh gjithë popullit është shumë. Që do të thotë, mesazhi është më i rëndë, nuk është që kemi thjesht një qeveri të korruptuar. Përkundrazi, po ta vëmë re, mund të lexoj 3 mesazhe të Departamentit të Shtetit, në asnjë rast nuk e përmend luftën ndaj korrupsionit. Thotë, jemi të shqetësuar për kartelet e drogës, për krimin e organizuar, për pastrimin e parave. Asnjëherë nuk thot luftën kundër korrupsionit. Në të treja rastet, për më 3 luftra tjera, po jo luftën kundër korrupsionit. Qofse duam ta lexojmë me lupë diplomatike, ligjore, politike. Emrin korrupsion nuk e përmendi në të 3 deklaratë. Tani pse e them është e rëndë? Është e rëndë sepse të etiketosh një qeveri si të korruptuar është gjysma të keqe se e largojmë atë qeveri dhe igue. Të etiketosh një popull si pjesë e karteleve ndërkombëtare është problem shumë i madh. Sepse pse është i madh? Sepse nuk po akuzohen vetëm shqiptarët në Shqipëri. Po akuzohen që shqiptarët janë strumbullari i trafikeve drogës kudo. Dhe ky është problemi i jashtëzakonshëm dhe s'është vetëm problem qeveritar. Pse e them këtë? Unë kam analizën shumë të thjeshtë. Po mirë, një mesazh i tillë nuk i ka vajtur as Vjosa Osmanit dhe as Albin Kurtit. Po pra, vetëm ta mbaroj një sekond. Populli ku është këtu, Krishnik? Ku është populli këtu se se mora vesh? Ku është populli këtu që akuzohet? Se kartelet kush janë, qeveria? Po kartelet janë ata që punojnë, që bëjnë resorte me qeverin, marrin le ndërtimi, bëjnë kulla. Poli ta mbaroj unë. Ata janë, ata që marrin punët publike, ata janë. Nuk lufton populli. Ta mbaroj mor burr, ta mbaroj. Kartelet on Krishnik lufton qeveria. Osefa ta mbaroj. Ose e fuqizon. Tani për kartelet e drogës në italiane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mafia më e fortë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku qeveris Trumpi,
është mafia italiane. Tani unë kam një pyetje për gjithë publikun. Meloni ka përgjegjësi për kartelet e drogës italiane në SBA? Pa ta kanë vajtur që... 130 më kështë një 20. Ta mbaroj, Marbur, ta mbaroj. Për kartelet e drogës turke në Gjermani, që janë kampion në gjithë bashkimin Europian, është Erdogani? Më falë, me që Po në qoftë se janë investitor në Turqia është Erdogan. Me që përmënde... Në qoftë se janë biznesmen të mëdhej. Në qoftë se janë biznesmen në Turqia është patjetër, Krishtik. Dhe ti duhet ta kuptosh mesazhin këtu. Meloni nuk ka pritur ndonjë nga mafia italiane e New Yorkut, Krishtik, në zyrë. Me logjikën e gjithë këtyre, Po. Rubio është shumë i kompleksuar nga Rama dhe i bie tangent, thot ato kartelet, lufta kundër karteleve, lufta kundër drogës, Jo, lexo ligjin për Ballkanin. Lexo ligjin për Ballkanin Perëndimor. Tani më thuaj një gjë. Pse Rubio dhe Departamenti i Shtetit nuk i bie thot qeveri e korruptuar, shtet i inkriminuar? Ma thuaj. Edhe ka kompleks nga Rama, ka turp nga Rama, apo e ruajnë Ramën? Ska asnjë interesi për korrupsion, sepse nuk i prish punë korrupsioni që bën në Shqipëri, atyre në Amerikë. Atyre prish punë droga dhe kartelet të cilat shkojnë dhe bëjnë problematike për Amerikën dhe për sigurinë e tyre. Ka që Grupet kriminale thot që bashkëpunojnë me kartelet e Amerikës Latine. Kartelet e Amerikës Latine janë organizata terroriste sipas Donald Trumpit dhe administratës Trump. Janë organizata terroriste, i ka klasifikuar se organizata terroriste. Prandaj i vrisë ata në mes të detit, o zotri. Ata edhe njëherë. Ata në mes të detit i vrisë. Gjoj një sekondo, por se e merë pjalinë dhe pasaj s'ditë t'i vesh piko. Dakord. Debati ishte përse nuk përmendet fare korrupsioni. Ne të pesë këtu dhe Kreshniku atje, kemi neve, kam përshty, ose më mirë mua, se nuk duhet ta përgjithsoj që, për mua është më keq korrupsioni se sa droga. Për mua. Po janë bashkë, po në një ta ka mundësi më burr ta them unë. Mbaroje që ta them po. Unë the për mua është korrupsioni o zotri. Për mua është më i rrezikshëm ai politikani që bën korrupsion, që mbjet taksat, se sa ai që merret me drogë. Për mua më burr. Por ndërsa për presidentin amerikan e dëmton më shumë trafiku i drogës se sa korrupsioni që bëhet këtu. Sepse presidentit amerikan dhe Amerikës në tërësi, për mendimin tim, nuk i bëhet vonë që ose ka korrupsion në Shqipëri apo jo. Sepse ata nuk janë importues demokracie. Në qoftë se këto para një pyetje kam. investojnë këtu. Po e pa mundur Paratë e drogës nuk bëhet korrupsion, Leonard? A futen korrupsion paratë e drogës? Ushqejnë, ato Ushqejnë politikën e cila është e korruptuar dhe do ta përdori. Mendimi im është ky. Jo, dakord, po e bëjmë pyetje. Po më edhe u ta ktej përgjigje. Ore, pastrimi parave çfarë është po? Shikoj aty, lexoj Baba Rama. Ore, po që është korrupsion apo jo? Shtatanit gjithë. Po çfarë muhabeti po bën? Edhe në një status më pashëm ka thënë që pastrimi parave furnizon korrupsionin dhe si pasojë e kësaj duhet luftuar kjo gjë. Edhe e dyta, tani ai thot kartelet në Amerikës Latine që kanë, domethënë që janë rrezik serioz për sigurinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, bashkëpunojnë me grupe shqiptare apo jo? Të thot ai. Ai thot luftoni grupet shqiptare që bashkëpunojnë me këta. Sepse për Shtetet Bashkuara të Amerikës, interes prioritar, thot, janë qytetarët e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani, fakti është që drejtuesi i ri i SPAK-ut u zgjodh me mbështetje të jashtëzakonshme të ambasadës amerikane. Shefi antikorrupsionit. Apo jo? Po. Kur bëri platformën, drejtuesi i ri i SPAK-ut tha, ne duhet të fokusohemi më shumë te korrupsioni. Pse ju mendoni se platforma ka qenë e pakëshilluar? Këtë për cilat do të flasim në pjesën e dytë pas një hapësire të shkurtër publicitare.